Para se të fillojmë këtë histori, dua t'ju bëj një pyetje. A do të ktheheshit të kërkoni dikë që ju braktisi në momentet më të para të jetës suaj? A mund ta falësh dikë që të la pas kur kishe më shumë nevojë? Kjo është historia e Arionës dhe Antigonës, dy motrave binjake që vendosën të kthehen në vendin ku linden, për të gjetur nënën që i lanë në një shtëpi jetimësh menjëherë pas lindjes. Tregomuni në komente, çfarë do të bënit ju në vendin e tyre? A mendoni se disa gabime mund të falen? Le të fillojmë. Ishte një mëngjes i zakonshëm dimri në Amsterdam. Dielli mezi dëpërtonte në përret e hirt që mbulonin qiellin holandez, ndërsa era e ftohtë fshfërinte nëpër rrugët e qytetit. Ariona dhe Antigona, dy vajza 20 e disa vjeçare, ishin ulur pranë dritares së dhomës së tyre në shtëpinë familjare, duke parë njerëzit që kalonin me nxitim poshtë në rrugë. Ariona, më e mpret dhe më seriozja nga të dyja, mbante në duar një dosje të vjetër lëkure, të cilin e kishte gjetur para disa muajsh në bodrumin e shtëpisë. Dora i dridhej pak ndërsa e hapte përsëri, megjithse e kishte lexuar përmbajtjen e saj 10 herë. Brenda ishin disa letra, dëshmi birësimi dhe një fotografi e vjetër, e zverdhur nga koha. Pse nuk na e tham më herët? Pyeti Antigona, zëri i së cilës mezi dëgjoi. Ajo ishte gjithmonë më e butë, më e ndjeshme nga Ariona, dhe lajmi që kishin mësuar disa muaj më parë e kishte shkatruar plotësisht. Ariona nguli sytë te fotografia. Në të shihej një grua e re, me fytyrë të lodhur por të bukur, që mbante me krah dy foshnja të vogla të mbështjella me batanije të bardha. Pas fotografisë, me shkrim dore shkruaj vetëm një emër: Flutura. Sepse dëshironin të na mbronin, tha Ariona, megjithse zëri i saj nuk tingëllonte bindës. Prindrit tan, prindrit holandez na duan, e di që na duan, por kjo nuk ndryshon faktin që dikush tjetër na la. Fjalët ranë në heshtje. Ishte një heshtje e randë, e mbushur me pyetje pa përgjigje, me dhimbje të pashprehur dhe me një boshllëk që asnjëra nga vajzat nuk e kuptonte plotësisht si ta mbushte. Muajt e fundit kishin qenë trazues. Gjithçka kishte filluar kur Ariona, që studionte psikologji në universitet, kishte vendosur të bënte një test gjenetik për një projekt kërkimor. Rezultatet e pasionuara për diversitetin gjenetik e kishin shtyrë të bënte testime të mëtejshme, dhe në një moment, e vërteta kishte dalë në sipërfaqe si një valë që përmbyt gjithçka. Ato nuk ndanin materialin gjenetik me prindrit që i kishin rritur. Fillimisht, Ariona mendoi se ishte një gabim laboratori, por kur u mor me guxim dhe u pyet nënës së saj holandeze, gruan që i kishte rritur me aq shumë dashuri, maskara, lot, përqafime dhe një rrëfim i dhimbshëm rreth asaj se si ato ishin birsuar nga një shtëpi jetimësh në Shpri kur ishin vetëm disa javë të vjetra. Flutura, përsëriti Antigona, duke prekur me maj gishti fotografin. Emri i saj është Flutura. Po, tha Ariona, nëna jon biologjike, gruaja që na lindi dhe më pas na braktisi. Antigona ngriti syt nga fotografia dhe shikoi motrën e saj. A do ta kërkonim? Ishte pyetja që të dyja e kishin shmangur për javë të tëra. Ishte pyetja që ju mbante zgjuar natën, që ju shkonte në përmendje gjatë ditës, që ju trazonte zemrat me një përzierje frike, zemërimi dhe kureshtje. Në rregull, thamë në fund Ariona. Le ta kërkojmë. Le të shkojmë në Shqipëri dhe le t'i gjejmë Fluturën. Le t'i bëjmë pyetjet që na hanë nga brenda. Antigona e kapi dorën e motrës së saj dhe e shtrëngoi fort. Së bashku, tha ajo. Së bashku, përsëriti Ariona. Javët që pasuan ishin një tornado përgatitjesh. Ariona dhe Antigona ulën me prindrit e tyre holandez, Marten dhe Saskia, për të diskutuar vendimin e tyre. Ishte një bisedë vështirë, plot lot nga të gjitha anët. Saskia, një grua e butë me flokë të artë që tani fillonte të thinjej, e mbante fytyrën me duar ndërsa qante. Kam pasur frikë nga kjo ditë. Kam pasur frikë se do të dëshironi të dini dhe do t'ju humbasja. Nuk do të na humbasni, tha Antigona, duke e përqafuar. Ju jeni nëna jon, ju më keni mësuar të ecni, të flisni, më keni mbajtur kur kam qenë e smur. Asgjë nuk mund ta ndryshoj atë. Por duhet të dim, shtoi Ariona, zëri i së cilës ishte më i fortë, më vendosur. Duhet të kuptojmë gavim, kjo nuk do të thotë që ju do të doni më pak. Marten, një burr i gjatë me sytë e kaltër të thellë, e vuri dorën në shpatullën e Arionës. E kuptoj, tha ai. Nëse do të isha në vendin tuaj, do doja të dija edhe unë, por premtomini që do të keni kujdes. Shqipëria është një vend që ne nuk e njohim mirë, dhe ky kërkim mund të jetë më i vështirë nga sa mendoni. Do të kemi kujdes, premtoi Ariona. Me bekimin e prindërve të tyre, vajzat filluan kërkimet. Interneti u bë aleati i tyre kryesor. Orë pas ore, ditë pas dite, kërkuan informacione rreth birësimeve nga Shqipëria, rreth shërbimeve sociale, rreth dokumenteve dhe të dhënave që mund t'i çonin të e vërteta. Disa javë më vonë, Ariona u ndesh me një kontakt që dukej premtues, një grua që punonte për një organizatë ndërkombëtare që merrej me birësime dhe kërkim familjesh biologjike, u përgjigj emailit të saj. Gruaja, e quajtur Leonora,
Ishte shqiptare dhe jetonte në Tiranë. Ajo i tha se do të mundej t'i ndihmonte, por që procesi do të kërkonte kohë dhe durim. Kam parë shumë raste si tuajin, shkruante Leonora në një email, por çdo histori është e ndryshme. Disa kanë fund të lumtur, të tjera jo. Duhet të jeni të gatshme për çdo rezultat. Ariona dhe Antigona shkëmbenin shikime të shqetësuara ndërsa lexonin fjalët. Ishin të gatshme? A mund ishte dikush vërtet i gatshëm për atë që mund të gjenin? 2 muaj më vonë, një email erdhi që ndryshoi gjithçka. Ariona e hapi emailin me dorën që i dridhte. Antigona ishte ulur pranë saj, shpina e saj e ngurtë nga tensioni. Në ekran shfaqen fjalë që dukej se kërcenin. I kam gjetur të dhënat. Kam emrin e plotë të nënës suaj biologjike dhe adresën e fundit të njohur. Ajo jeton në një fshat të vogël pranë Elbasanit. Emri i saj është Flutura Hoxha. Antigona e mori frymën me vështirësi. E gjetëm, përshpëriti ajo. E gjetëm. Ariona nuk tha asgjë. Zemra i rrathte aq fort sa mendonte se do të dilte nga gjoksi. Flutura Hoxha, nëna e saj, gruaja që e kishte sjell në jetë dhe pastaj e kishte braktisur. Tani kishin një emër, një adresë, një mundësi të vërtet për përgjigje. Por me këtë mundësi vinte edhe frika. Çfarë do të gjenin? A do t'i pranonte Flutura? A do të dëshironte fare t'i takonte? Ose më keq, a do ta mohonte tërësisht ekzistencën e tyre? Duhet të shkojmë, tha Ariona më në fund, zëri i saj i vendosur por i dridhur. Duhet të shkojmë në Shqipëri dhe ta gjejmë. Antigona e shikoi motrën e saj dhe pastaj dhan kokë ngadalë. Po, duhet. Përgatitjet për udhëtimin u bën me nxitim. Bileta fluturimi për Tiranë u plen, hoteli u rezervua dhe Leonora u njoftua për planet e tyre. Ajo ofroi të ishte gide dhe përkthyes, sepse as Ariona dhe as Antigona nuk flisnin shqip. Kishin dëgjuar gjuhën vetëm në disa video në internet, një melodi e çuditshme por njëkohësisht e njohur që i bënte të ndjenin diçka të thellë në brendësitë e tyre. Nata para nisjes, Ariona nuk mund të flinte. Rrinte shtrirë në krevat, duke parë tavanin, duke menduar për takimin që do të vinte. Si do t'ishte Flutura? A do t'i ngjante asaj? A do të kishte të njëjtin ngjyrë sysh, të njëjtin buzëqeshje? Dhe pyetja që më shumë se të gjitha e trazonte, pse na la? Në dhomën tjetër, Antigona po përjetonte të njëjtat mendime, por ndërkohë që Ariona ishte më e gatshme të ndjente zemërim, Antigona ndjente më shumë dhimbje dhe pikëllim. Ajo mendonte për foshnjat që kishin qenë dikur, të vogla dhe të pambrojtura, lënë në një shtëpi jetimesh. Sa e frikshme duhet ketë qenë. Edhe nëse nuk e mbante mend, trupi i saj dukej se mbante një kujtesë kolektive të braktisjes. Në mëngjes, kur u takuan për mëngjes të fundit me Marten dhe Saskia, atmosfera ishte e randë. Saskia nuk mund të ndalte të qante, ndërsa Marten u përpoq të ishte i fortë për të gjithë. Ktheuni shpejt, tha Saskia, duke i përqafuar vajzat, dhe kujtohuni, çfarëdo që të gjeni atje, kjo është shtëpia juaj. Ne jemi familja. E dim, tha Antigona, duke qarë edhe ajo. Të dua shumë, mam. Ariona e përqafoi edhe Marten dhe Saskian, duke ndjerë një peshë të madhe në zemër. Ato po largoheshin, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht, për të eksploruar një pjesë të identitetit të tyre që kishte qenë gjithmonë një mister. Fluturimi për Tiranë zgjati disa orë. Ariona dhe Antigona ulën pranë dritares, duke parë rret poshtyre. Asnjëra nuk fliste shumë, secila ishte zhytur në mendimet e veta, në frikrat e veta dhe shpresat e tyre. Kur avioni filloi të zbriste, Ariona pa në përdritare peizazhin shqiptar, male të gjelbra, fesha të gjera dhe një qytet që shtrihet përpara tyre me ndërtime të larmishme, disa moderne dhe të tjera që dukej si relikt të një epoke tjetër. Kjo është atë dheu ynë, tha Antigona me zë të ulët, vendi ku lindëm. Ariona nuk tha asgjë, por ndjeu një lëkundje të çuditshme në stomak. Ishte si të kthehej në një vend që nuk e kishte parë kurrë, por që njëkohësisht i përkiste. Në aeroport i priti Leonora, një grua në të 40-tat, me flokë të shkurtër të zinj dhe një buzëqeshje të ngrohtë. Mirë se erdhët, tha ajo në anglisht të rrjedhshëm. E di që ky udhëtim është i vështirë për ju, por do të bëj çdo gjë që mund për t'ju ndihmuar. Faleminderit që po na ndihmoni, tha Ariona. Rruga nga aeroporti deri në hotel ishte plot me pamje të reja. Tirana ishte një qytet i gjallë, plot njerëz, makina, zhurmë dhe ngjyra. Ndërtesat ishin të larmishme, nga pallate moderne deri tek godina komuniste të vjetra, disa prej tyre të pikturuara me ngjyra të ndritshme. Tirana ka ndryshuar shumë në vitet e fundit, shpjegoi Leonora ndërsa voziste. Por fshatrat, sidomos ato jashtë qytetit, kanë mbetur më tradicional.
Vendi ku jeton Flutura është një fshat i vogël, rreth 1 orë larg nga këtu. A keni folur me të? Pyeti Antigona me shqetësim. Leonora heshti për një moment. Jo ende, tha ajo. Dëshiroja të flas me ju së pari. Ka shumë mënyra se si mund ta trajtojmë këtë. Mund t'i shkojmë direkt, ose mund t'i dërgojmë një mesazh më parë. Cila mendoni se është më e mira? Ariona dhe Antigona shkëmbenin shikime. Çfarë mendoni ju? Pyeti Ariona. Leonora mori një frym të thellë. Në përvojën time është më mirë të shkoni direkt. Njerëzit kanë tendencë të ikin ose të refuzojnë kontaktin nëse u jepet kohë të mendojnë, por kjo është vendimi juaj. Ariona ndjeu një val nervozizmi. Le të shkojmë direkt, tha ajo vendosmërisht. Kemi ardhur deri këtu, nuk ka kthim prapa. Të nesërmen në mëngjes Leonora erdhi për t'i marrë vajzat nga hoteli. Dielli ngrihej përmbi Tiranë duke ndriçuar qytetin me një dritë të artë. Ariona dhe Antigona kishin fjetur pak atë natë, të dyja të konsumuara nga frika dhe pritja. Ndërsa largoheshin nga Tirana dhe hynin në rrugët që shkonin drejt Elbasanit, peizazhi filloi të ndryshonte. Qyteti u zvendësua gradualisht nga fusha të gjelbra, fshatra të vogla dhe male në horizont. Njerëzit që shihnin përgjatë rrugës duket se jetonin një jetë më të thjeshtë, më të lidhur me tokën. Si është jeta këtu? Pyeti Antigona duke parë nga dritarja. Varet, tha Leonora. Në qytete si Tirana, jeta është e ngjashme me shumë vende të tjera, evropiane, por në fshatra, sidomos për gratë, jeta është më e vështirë. Shumë prej tyre vuajnë nga varfëria, nga presioni social dhe nga pritshmëritë tradicionale. Në periudhën kur ju lindët, Shqipëria sapo kishte dalë nga komunizmi dhe ishte një kohë shumë e vështirë për shumë njerëz. Ariona ndjeu një pikë simpatie për nënën që nuk e kishte takuar kurrë. Ndoshta Flutura kishte qenë e dëshpëruar, ndoshta nuk kishte pasur zgjedhje, por pastaj një pjesë e saj këmbguntli. Çdo nën ka zgjedhje, çdo nën mund të luftojë për fëmijët e saj. Pas pothuajse 1 ore, Leonora ktheu makinën në një rrugë më të ngushtë që çonte drejt një fshati të vogël. Shtëpitë ishin të thjeshta, shumica prej tyre me 1 kat, me çati tjeglla dhe obor të vogël përpara. Fëmijët luanin në rrugë, ndërsa gratë më të moshuara uleshin përpara shtëpive, duke folur me njëra tjetrën. Kjo është, tha Leonora, duke ndaluar makinën përpara një shtëpie në fund të rrugës. Ishte një shtëpi e vogël, e bardhë me çatit kuqe, me obor të vogël që kishte disa lule të mbjella. Një makinë e vjetër ishte parkuar në një anë dhe një qen i vogël i zesht lehte nga ora. Ariona ndjeu se zemra do t'i ndale. Këtu jeton? Pyeti ajo zëri mezi i dëgjueshëm. Po, tha Leonora. Sipas të vënave ky është shtëpia ku jeton Flutura Hoxha. Antigona filloi të qanti në heshtje. Ariona e kapi dorën e mostrës së saj dhe e shtrëngoi. Jemi këtu, tha ajo vendosmërisht. Kemi ardhur deri këtu, nuk ka kthim prapa. Për momentin asnjëra nuk lëvizi. Qëndruan në makinë, duke parë shtëpinë, duke u përpjekur të përfytyronte gruan që jetonte brenda. A ishte ajo aty në atë moment? A do t'i hapte derën? A do t'i njihte? A jeni gati? Pyeti Leonora me butësi. Ariona mori një frym të thellë. Jo, tha ajo sinqerisht, por le të shkojmë. Të 3 gratë dolën nga makina. Dielli ishte i nxehtë dhe era çonte erën e dheut dhe të luleve. Ndërsa afroheshin te shtëpia, Ariona ndjeu se këmbët i dridheshin. Antigona icte pranë saj, e zbehtë dhe e trazuar. Leonora trokiti në derë. Për disa sekonda nuk u dëgjua asgjë. Pastaj hapa u dëgjuan nga brenda. Dera u hap ngadalë dhe aty, përpara tyre, qëndronte një grua në të 50-tat. Flutura. Ajo ishte më e shkurtër nga sa kishin imagjinuar. Me flokë të zinj të përzier me fije të bardha, të lidhur në një bisht të thjeshtë. Fytura e saj kishte rrudha që flisnin për vite të mundimit, por sytë e saj, sytë e errët që i shikuan me habi, ishin identik me sytë që Ariona shikonte çdo ditë në pasqyrë. Po, tha Flutura në shqip, duke i shikuar me mosbesim. Leonora foli në shqip, duke shpjeguar se kush ishin. Ariona dhe Antigona nuk kuptonin fjalët, por shikonin fytyrën e Fluturës ndërsa dëgjonte. Fillimisht, konfuzioni, pastaj, kuptimi, dhe më pas, një shprehje të tmerruar. Jo, tha Flutura, duke tundur kokën. Jo, nuk mund të jetë, ju gaboni. Leonora vazhdoi të flasë, duke i treguar Fluturës dokumentet që kishin, fotografinë e vjetër. Ariona e nxorri fotografin nga çanta dhe ja zgjati. Flutura e kapi me duar që dridheshin dhe kur e pa, fytyra e saj u shndërrua kompletisht. Zoti im, tha ajo, zëri i saj i thyrë. Syt i u mbushën me lotë dhe gjunjët ju dobësuan.
Leonora e mbështeti që të mos binte. Ariona dhe Antigona, tha Leonora ngadalë në shqip, duke treguar vajzat. Vajzat tuaja binjake. Flutura i shikoi vajzat me një shprehje që ishte një përzierje e dhimbjes, turpit dhe diçkaje më të thellë që nuk mund të emërtohej lehtësisht. Lot rrithnin poshtë faqeve të saj ndërsa i shikonte, duke u përpjekur të besonte atë që shihte. Vajzat e mia, përshpëriti ajo në shqip. Vajzat e mia janë këtu. Leonora e përktheu për Ariona dhe Antigonën. Antigona filloi të qante me të madhe, por Ariona mbeti e ngurtë, e pa aftë të lëviste, e pa aftë të di se çfarë të ndjente. Flutura hapi gojën për të folur, por nuk doli asnjë fjalë. Vetëm Lot që dukej se kishin pritur për dekada për të dalë. Pas atij momenti kaotik në prag të derës, Flutura i ftoi brenda. Shtëpia ishte e vogël dhe modeste, me mobilim të thjeshtë dhe foto familjare në mure. Ariona vuri re se nuk kishte asnjë fotografi të foshnjave, asnjë kujtim të dukshëm të vajzave që kishte humbur. Flutura ul në një koltuk të vjetër, duke vazhduar duar të fshinte lotët që nuk pushonin. Leonora ul mes tyre për të përkthyer, ndërsa Ariona dhe Antigona ulën përballë saj në një divan të vogël. Nuk mendova se do t'ju shihja ndonjëherë, tha Flutura, zëri i saj i thyer dhe i përmbytur në emocion. Nuk mendova se do të më falnit aq sa të vini. Ne nuk jemi këtu për të falur, tha Ariona, zëri i ftohtë dhe i kontrolluar. Jemi këtu për të kuptuar, duam të dim pse. Pse na lat? Leonora përktheu, dhe Flutura uli kokën, duke mbuluar fytyrën me duar. Tërë trupi i saj dridhej nga të qarit. Kjo është histori e gjatë dhe e dhimbshme, dhe nuk e di nëse do të mund ta kuptoni, por do t'ju them të vërtetën. E meritoni ta dini të vërtetën. Antigona zuri dorën e Arionas, të dyja ishin gati të dëgjonin, edhe nëse e vërteta do t'i shkatronte. Flutura mori një frym të thellë dhe filloi të tregonte. Isha shumë e re kur mbeta shtatzën me ju. Isha pak më shumë se 20 vjeç. Ishim një familje e varfër që jetonte në këtë fshat. Babai juaj ishte një burr nga një fshat tjetër. U dashurora me të, ose tashtu si mendova, por kur i tregova se isha shtatzën, ai më braktisi. Tha se nuk dëshironte fëmijë, se isha shumë i ri, se unë kisha qenë një gabim. Ajo pushoi, mër frym. Familja ime më nxori jashtë shtëpisë. Në atë kohë, në këtë vend, një grua e pamartuar me fëmijë ishte një turp i madh. Askush nuk më ndihmoi, nuk kisha as ku të shkoja, as para, as mbështetje. Jetova me një teze të largët, por edhe ajo më donte jashtë sa më shpejt. Ariona dëgjonte, përpiqer të mbajë emocionet nën kontroll. Antigona qante tashmë, Loti rëshqisnin hesht në faqet e saj. Kur ju linda, kuptova se ishin dy vajza, të bukura, binjake, por nuk kisha asgjë, as një mënyrë për t'ju ushqyer, për t'ju rritur. Tezja ime më tha se nëse kthehesha me 2 foshnja, ajo nuk do të më priste, dhe unë nuk kisha para, nuk kisha punë, nuk kisha asgjë. Pra na lat se ishit e varfër? Tha Ariona, zëri i ashpër. Ariona, tha Antigona me butësi, por Ariona vazhdoi. Nuk mendon se tashti nuk kisha asgjë. Ishin vajzat tuaja, mund të luftonit për to. Flutura i ngriti syt dhe shikoi Ariona drejt për drejt. Ke të drejt, tha ajo. Ke të drejt se unë nuk luftova mjaftueshëm, por duhet të kuptosh se unë nuk mendova vetëm për vete. Mua, mendoja për ju. Mendoja se nëse ju lija në shtëpinë e jetimve, ndonjë familje e mirë do t'ju adoptonte. Doja që të kishit një jetë më të mirë sa ajo që unë mund t'ju jepja. Kjo është justifikim, tha Ariona me mblef. Këtu ke përpjekur vetëm ta bësh veten të ndihesh më mirë. Ariona, mjafton, tha Antigona, por zëri i saj ishte i dobët. Flutura uli përsëri kokën. Ndoshta ke të drejtë, tha ajo. Ndoshta jam dashur egoiste, por çdo natë, çdo ditë që kam jetuar që atëherë, kam menduar për ju. Kam parë vajza në fshat dhe jam pyetur se si jeni. A jeni të lumtura? A jeni të shëndetshme? A më uren? Heshtja e rënd ra në dhomë. Vetëm tingulli të qarit të Antigonës dëgjohej. Pse nuk kërkove për ne? Pyeti Antigona me një frym. Pse nuk provove të gjeje se ku ishim, si ishim? Flutura tundi kokën me turp. Kisha frikë, tha ajo. Kisha frikë se do të më urnit. Kisha frikë se do të shkatroja jetën që kishit ndërtuar. Dhe më e rëndësishmja, ndjeva se nuk meritoja t'ju kisha në jetën time, pas asaj që kam bërë.
Ariona ndjeu diçka që u çar brenda saj. Ishte një përzierje hidhërimi, dhembjeje, zemërimi dhe, në mënyrë të çuditshme, empatie. Kjo grua përpara saj, kjo grua që e kishte braktisur, ishte gjithashtu një viktimë e rrethanave, e varfërisë, e presionit social. Por kjo nuk e bënte dhimbjen më të vogël. Biseda vazhdoi për orë të tëra. Flutura tregoi detaje të tjera për jetën e saj. Pastaj kishte lënë vajzat, ajo u kthyle në fshat dhe u martua me një burr që e pranoi pavarësisht së kaluarës së saj. Kishin pasur një birë së bashku, i cili tani jetonte në një qytet tjetër me familjen e tij. Burri i fluturës kishte vdekur disa vjet më parë, duke e lënë atë vetëm. "Djali juaj e di për ne?" pyeti Ariona. Flutura tundi kokën. "Jo," tha ajo. "Askush nuk e di, as burri im nuk e dinte. E mbajta sekret për të gjithë jetën." Antigona ndjeu një val trishtimi për këtë grua që kishte jetuar me një barr kaq të rënd për aq shumë kohë. Por Ariona ndjeu diçka tjetër, tradhtim. Flutura kishte pasur një familje tjetër, një birë tjetër, dhe i kishte mbajtur ato sekret. I kishte fshirë nga ekzistenca. "Pra ne nuk kemi ekzistuar për ty," tha Ariona, zëri i saj i mbytur nga zemërimi. "Ne jemi thjesht një gabim që ke dashur të harrosh." "Jo," tha flutura, duke ngritur kokën me shpejtësi. "Ju nuk keni qenë kurrë një gabim, ju keni qenë bekim, por një bekim që nuk e meritoja." Ariona u ngrit në këmbë, nuk mund ta mbante më. "Dua të shkoj, dua të dal nga këtu." Leonora u ngrit për të shkuar pas saj, dhe Antigona, me një vështrim të fundit ndaj fluturës, e ndoqi motrën. Në makinë, kthimi në Tiranë ishte në heshtje absolute. Ariona shikonte nga dritarja, lotët i rrëshqisnin pa zënë faqe. Antigona po e përpiqonte të përpunonte gjithçka që kishin dëgjuar. "A mendon se po thoshte të vërtetën?" pyeti Antigona me në fund. "Nuk e di, dhe nuk e di nëse ka rëndësi. E vërteta apo gënjeshtra, ajo përsëri na la." Leonora, që po voziste, foli për herë të parë. "E di që është e vështirë, por flutura duket se vërtet po vuan. Historia e saj nuk është e pazakont. Shumë gra në Shqipëri, sidomos në atë periudhë, kanë qenë në situata të tilla." "Kjo nuk e bën të drejtë," tha Ariona me mprehtësi. "Jo, nuk e bën," pranoi Leonora, "por ndoshta mund t'ju ndihmoj të kuptoni." Ariona nuk tha më asgjë. E vërteta ishte se nuk dëshironte të kuptonte, dëshironte të ishte azemëruar, të ndjente se kishte të drejtë, se kishte qenë e padrejtë. Empatia e bënte gjithçka më të komplikuar. Kur arritën në hotel, vajzat u ndalën për të falenderuar Leonorën, që premtoi se do të ishte e disponueshme nëse do të donin të ktheheshin apo të kishin nevojë për ndihmë tjetër. Në dhomën e tyre të hotelit, Ariona dhe Antigona ulën në heshtje. Antigona donte të fliste, por nuk dinte çfarë të thoshte. Ariona shikonte zbrazët përpara, e humbur në mendimet e saj. "E mendon se duam të kthehemi?" pyeti Antigona më në fund. Ariona ktheu kokën dhe e shikoi motrën e saj. "Nuk e di," tha ajo sinqerisht. "Një pjesë e meje dëshiron të largohem dhe të mos shikoj kurrë mbrapa," vazhdoi Ariona. "Por një pjesë tjetër dëshiron ta dëgjoj më shumë, dëshiron të kuptoj." Antigona u ul në anë të motrës së saj dhe e përqafoi. "Edhe unë ndihem kështu," tha ajo. "Jam e zemëruar, por gjithashtu jam e trishtuar për të." "A e vure re se sa e vetmuar dukej?" Ariona dha kokë ngadalë. E kishte vënë re. Kishte parë vuajtjen në sytë e fluturës, peshën e viteve të pendimit që mbante. "Çfarë do të bëjmë?" pyeti Antigona. "Nuk e di," tha Ariona. "Le të flem mbi të. Nesër do të vendosim." Por as ato natë nuk fjeti. Të dyja qëndruan zgjuar, duke menduar për gruan që kishin takuar, për fjalët që kishin dëgjuar, për të kaluarën që sapo kishte filluar të zbulohej. Mëngjesi erdhi me një dritë të butë që depërtonte nëpër perdet e dhomës së hotelit. Ariona u zgjua e lodhur, syt i kishin të ënjtur nga të qarat e natës. Antigona ishte ende në gjumë, por fytyra e saj tregonte shenja të një nate të trazuar. Ariona u ngrit dhe shkoi te dritarja. Tirana po zgjohej përpara syve të saj. Njerëzit po nisnin ditën e tyre, fëmijët po shkonin në shkollë, dyqanet po hapeshin. Jeta vazhdonte, sikurse gjithmonë, pavarësisht nga dramat personale të çdo individi. Mendoi për fluturën, që ndoshta po zgjohej në shtëpinë e saj të vogël në fshat. A kishte fjetur ajo?
apo kishte qëndruar zgjuar tër natën, duke menduar për vajzat që kishin shfaqur pa pritur në jetën e saj? Një trokitje e lehtë në derë e prishi nga mendimi. Ishte Leonora. Faleminderit që erdhët, tha Ariona, duke e ftuar brenda. Antigona u zgjua nga zërat dhe ul në krevat duke fërkuar syt. Doja të shihja se si jeni, tha Leonora. Dija se nata do t'ishte e vështirë pas asaj që ndodhi dje. Ishte, pranoi Antigona. Nuk mund të ndaloj së menduari për të, për fluturën. Leonora u ul në një karige. Kam diçka që duhet ju tregoj, tha ajo. Flutura më ka thirrë sot në mëngjes. Të dyja motrat e shikuan me vëmendje. Ajo po lut që t'i jepni një mundësi tjetër, thot se ka shumë më tepër që dëshiron t'ju tregoj, shumë që nuk arriti të shprehte dje. Po vuan shumë. Ariona ndjeu një konflikt të brendshëm. Një pjesë e saj dëshironte ta dënonte fluturën, ta bënte të vuante ashtu siç kishin vuajtur ato për vite duke u ndjerë të braktisura. Por një pjesë tjetër, një pjesë më e butë, që po bëhej gjithnjë e më e fortë, dëshironte të dëgjonte. Çfarë mendon ti, Antigona? Pyeti Ariona. Antigona mori një frym të thellë. Mendoj se duhet të kthehemi. Mendoj se nëse nuk e bëjmë, do të pendovemi për gjithmonë. Kemi ardhur deri këtu për të gjetur përgjigje. Le ti marrim ato përgjigje. Ariona e shikoi motrën e saj, pastaj Leonorën. Në rregull, tha ajo më në fund. Do të kthehemi, por këtë herë dua të jem më e qetë. Dua vërtet ta dëgjoj. Udhtimi i dytë në fshat ishte më i qetë se i pari. Tani e dinin çfarë t'i prisnin. Ndërsa afruen të shtëpia e fluturës, Ariona ndjeu nervozizëm, por jo frikën e njëjtë panik që kishte ndjerë ditën e mëparshme. Kur arritën, flutura i priti në derë, dukej se kishte zgjuar tër natën, syt i kishin të kuq dhe fytyra e lodhur. Por kishte bërë një përpjekje për të duken sa më mirë. Kishte veshur një fustan të pastër dhe kishte përgatitur ëmbëlsira dhe kafe për mysafirët. Faleminderit që u kthevët, tha flutura në shqip, zëri i saj plot emocion. Leonora përktheu. Këtë herë atmosfera ishte pak më e lot tensive. Ulën në dhomën e ndenjës dhe flutura filloi të fliste më qetë, më me detaje. Dua t'ju tregoj gjithçka. Dua që të kuptoni jo vetëm atë që bëra, por gjithashtu se si kam jetuar me atë vendim çdo ditë të jetës sime. Ajo tregoi se si pasi I kishte lënë vajzat në shtëpinë e jetimeve, u kthye në fshat me një dhimbje që nuk mund të përshkruante. Njerëzit flisnin, thashemat përhapeshin, por askush nuk e dinte të vërtetën e plot. Familja e saj e refuzoi për vite dhe ajo jetoi në izolim, duke punuar në fusha për të mbijetuar. Çdo natë ëndroja për ju, tha flutura, syt përsëri plot lot. Ëndroja se po luanin, se po qeshnin, se po më thirrnin nën. Dhe çdo mëngjes zgjohesha duke realizuar se ëndra ishte gjithçka që do të kisha ndonjëherë. Antigona po qante hapur tani. Edhe Ariona ndjente lot duke I mbushur syt, por u përpoq t'i mbante. Kur u martova, vazhdoi flutura, mendova se ndoshta do të mund të gjeja paqe. Burri im ishte një burr I mirë. Kur linda birin ton, ndjeva gëzim, por edhe një hidhërim të thellë. Çdo herë që e shikoja, mendoja për ju. Dy vajzat që nuk I pash duke u rritur. A I tregove ndonjëherë burrit tënd? Pyeti Ariona. Flutura tundi kokën. Jo, tha ajo me turp. Kisha frikë se do të më linte. Kisha frikë se do të mendonte ndryshe për mua. Kështu që mbajta sekretin, dhe ai sekret më hëngri nga brenda për dekada. Çfarë tha djali yt? Pyeti Antigona. A di tani? Jo, tha flutura. Nuk kam pasur guximin t'i them. Por nëse ju dëshironi ta takoni, do t'i them. Ai është vëllai juaj në fund të fundit. Ariona dhe Antigona shkëmbenin shikime. Kishin një vëlla. Një vëlla që nuk e dinte për ekzistencën e tyre. Do të donim ta takonim, tha Antigona, nëse ai është I gatshëm. Flutura dha kokë, duke fshirë lotët. Do t'ja them, premtoi ajo. Biseda vazhdoi për orë të gjata. Flutura tregoi histori nga jeta e saj, detaje të vogla që ndihmuan vajzat të kuptonin më mirë gruan që ishte nëna e tyre biologjike. Tregoi për fëmijërinë e saj të vështirë, për prindrit e saj të rrept, për kulturën dhe traditat që kishin diktuar aq shumë nga jeta e saj. Në atë kohë, në këtë vend, gratë nuk kishin shumë zgjedhje. Bëje atë që të thonin burrat në familje, apo të largoheshe. Unë nuk pata mbështetje nga askush.
nuk pata ku të shkoja. Ariona filloi të kuptonte kontekstin më mirë. Nuk e justifikonte atë që kishte ndodhur, por e bënte më të kuptueshme. Flutura kishte qenë një viktimë e një sistemi, e një kulture që nuk I jepte grave shumë opsione. Por ju, tha Flutura, duke I shikuar vajzat me një shprehje plot dashuri dhe dhimbje. Ju dukeni se keni pasur një jetë të mirë. Dukeni të forta, të mira, të edukuara. Kjo më jep ngushëllim. Kemi pasur një jetë të mirë, pranoi Antigona. Prindrit tan holandez na duan shumë, na kanë dhënë gjithçka. Atëherë vendimi im nuk ishte krejtësisht I gabuar, tha Flutura me një zë plot shpresë. Ju patët një shans që unë nuk do të mund t'ju ajepja. Ariona donte të kundërshtonte, por nuk e bëri. Ishte vërtet që kishin pasur një jetë të mirë, por kjo nuk e hiqte dhimbjen e braktisjes, ndjenjen e humbjeve që kishin ndjerë gjatë gjithë jetës, edhe pa e ditur pse. Ndërsa dielli filloi të perëndonte, Flutura I ftoi vajzat të qëndronin për darkë. Ato pranuan, dhe për herë të parë atmosfera u bë pak më e lehtë. Flutura gatuai një darkë tradicionale shqiptare, byrek, japrak dhe sallata. Ndërsa hanin së bashku, filluan të flasin për gjërat më të lehta, për jetën në Holand, për punën dhe studimet e vajzave. Mami ime, nëna ime holandeze, do të donte të takohej me ty, tha Antigona papritur. Flutura ngriti kokën me shqetësim. Me mua? Po, tha Antigona. Ajo na tha se nëse gjenim nënën tonë biologjike, dëshiron ta falenderoj për jetën që na ka dhënë. Flutura filloi të qajë përsëri. Ajo duhet të jetë një grua e mrekullueshme, tha ajo. Unë jam ajo që duhet ta falenderoj atë. Ajo bëri atë që unë nuk munda. I rriti vajzat e mia. Ky moment ishte një kthes për Arionën. Për herë të parë pa Fluturën jo si armiqe, jo si gruan që I kishte braktisur, por si një qenie njerëzore thyer që kishte bërë zgjedhje të vështira në rrethana të pamëshirshme. Do të tregojmë, tha Ariona me butësi. Do t'ja tregojmë në nëson holandeze se të gjetëm dhe ç'keni gjendje. Në fund të darkës, Flutura I çoi vajzat e dera. Hëna kishte dalashmë, ndriçuar fshatin me një dritë të butë argjente. A mund të ju shoh përsëri? Pyeti Flutura, zëri I saj plot shpresë dhe frikë. A mund të vazhdojmë të flasim? Ariona dhe Antigona u shikuan njëra tjetrën. Më pas, Antigona foli. Po, do të dëshironim të. Flutura u përpoq të mos shpërthente në të qara përsëri. Faleminderit, tha ajo. Faleminderit që më dhat këtë shans. E di se nuk e meritoj, por do të bëj gjithçka për ta merituar. Ariona, në një impuls që as vet nuk e priste, e përqafoi Fluturën. Ishte një përqafim I shkurtër, I ngurtë, por ishte një fillim. Ndërsa largoheshin, Flutura qëndroi në prag të derës, duke I shikuar derisa makina u zhduk në errësirën e natës. Ditët që pasuan ishin plot me takime dhe biseda të gjata. Ariona dhe Antigona u kthyen disa herë për ta vizituar Fluturën, dhe me çdo vizitë, marrëdhënia e tyre bëhej pak më e fortë, pak më e vërtetë. Flutura u tregoi fshatin, u prezantoi me fqinjët, u tregoi vende që ishin domethënëse për të. Vajzat filluan të mësojnë disa fjalë shqip, ndërsa Flutura u përpoq të mësonte pak anglisht, me ndihmën e Leonorës. Por kishte ende një copë të madhe mungese, vëllai I tyre. Flutura më në fund mblodhi guximin për t'i thënë djalit të saj, Gerti, të vërtetën. E ftoi në shtëpi një ditë dhe me Leonoran atje për t'i ndihmuar të shpjegonte, ja tha gjithçka. Gerti, një burr 30 e disa vjeçar me pamje të ngjashme me Fluturën, fillimisht ishte I shokuar. Si ka mundësi? Pyeti ai duke parë nënën e tij me mosbesim. Si e mbajte këtë sekret për aq kohë? Sepse kisha turp, tha Flutura me lot, sepse kisha frikë se do të më gjykoje. Gerti qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, duke përpunuar informacionin. Ku janë tani? Pyeti ai më në fund. Motrat e mia. Janë këtu, në Shqipëri, tha Flutura. Duan të takojnë, nëse ti je I gatshëm. Gerti mori një frym të thellë. Sigurisht që dua t'i takoj, tha ai. Janë motrat e mia. Takimi u organizua për 2 ditë më vonë, në një restorant në qendër të Tiranës. Ariona dhe Antigona arritën të parat, nervozizmi duke I qartë në fytyrat e tyre. Si mendon se do të jetë? Pyeti Antigona. Nuk e di, tha Ariona, por shpresoj që të jetë I mirë. Do të ishte bukur të kishim një lidhje me familjen biologjike. Kur Gerti arriti me Fluturën pranë tij, vajzat u ngritën.
Për një moment, të gjithë qëndruan duke u shikuar njëri tjetrin, duke u përpjekur të gjenin fjalët e duhura. Pastaj Gerti buzëqeshi, një buzëqeshje të ngrohtë dhe të sinqertë. Pra jeni motrat e mia, tha ai në anglisht me theks. Është e çuditshme, por në të njëjtën kohë e mrekullueshme. Atmosfera u relaksua menjëherë. Ulën dhe filluan të flasin, duke u njohur me njëri tjetrin. Gerti u tregoi për jetën e tij, për gruan dhe fëmijët e tij, për punën e tij si inxhinier. Ariona dhe Antigona treguan për jetën në Holand, për studimet dhe interesat e tyre. M'vjen keq që nuk keni rritur së bashku, tha Gerti në një moment, por jam i lumtur që tani të paktën mund të fillojmë një marrëdhënie. Edhe ne jemi të lumtura, tha Antigona me një buzëqeshje të vërtetë. Gjatë darkës, Flutura ishte më e qetë se zakonisht, duke i shikuar 3 fëmijët e saj së bashku për herë të parë. Sytë ishin plot me lot, por këtë herë ishin lot gëzimi, të përzier me trishtim për vitet e humbura. Faleminderit që më dhat këtë moment, tha ajo, duke i shikuar të 3. Nuk e di nëse e meritoj, por do ta çmoj përgjithmonë. Javët u shndërruan në muaj. Ariona dhe Antigona vendosën të zgjasin qëndrimin e tyre në Shqipëri. Telefonuan prindërit e tyre holandez çdo ditë, duke i mbajtur të informuar për gjithçka që po ndodhte. Saskia dhe Marten ishin mbështetës, por Saskia nuk mund të fshihte shqetësimin e saj. A do të ktheheni në shtëpi? Pyeti ajo me zë të lëkundur. Sigurisht që do të kthehemi, tha Ariona me bindje. Ju jeni shtëpia jon. Flutura ajo është një pjesë e së kaluarës tonë që po mësojmë ta kuptojmë, por ju jeni e tashmja dhe e ardhmja jon. Këto fjalë qetësuan Saskien, dhe ajo madje sugjeroi që në një moment të ardhshëm, ajo dhe Marteni të vinin në Shqipëri për ta takuar Fluturën. Ndërkohë, Ariona dhe Antigona po ndërtonin një lidhje të vërtetë me Fluturën. Kalonin kohë me të, duke dëgjuar histori nga jeta e saj, duke ndarë histori nga jeta e tyre. Flutura po mësonte anglisht më shpejt tani, me motivimin nga dëshira për të komunikuar më mirë me vajzat e saj. Një ditë, ndërsa ishin ulur në oborrin e shtëpisë së Fluturës, në një rrush që epte haje, Flutura u tregoi diçka që i ndryshoi gjithçka. Dua të kërkoj falje zyrtarisht, tha ajo duke i shikuar në sy. Jo vetëm me fjalë, por me zemër. E di se ajo që bëra ishte e gabuar. E di se ju lëndova në mënyrën më të thellë të mundshme, dhe nëse nuk mund të më falni, e kuptoj, por dua që të dini se jam me të vërtetë e penduar. Gerti qau menjëherë. Ariona, që ishte më e fortë gjatë gjithë kësaj periudhe, ndjeu diçka që u coptua brenda. Nuk është e lehtë, tha zëri i saj i dridhur. Nuk është e lehtë të harrosh dhimbjen, por po filloj të kuptoj, po filloj të shoh se nuk ishe një monster, ishe thjesht një grua e dëshpëruar në një situatë të pamundur. Dhe unë po mësoj të fal, shtoi Antigona. Nuk është një proces i shpejt, por po ndodh. Çdo ditë që kaloj me ty, çdo histori që dëgjoj, më ndihmon të shoh njeriu pas vendimit. Flutura nuk mund të fliste. Thjesht qau. Lot që vinin nga vite dhimbjeje dhe pendimi që më në fund po gjenin një rrugdalje. Nëse do të më lejoj, tha Flutura më në fund, do të doja të bëhesha pjesë e jetës suaj. Jo për të zëvendësuar prindrit që ju rritën, asgjë nuk mund ta bëj atë. Por për të qenë këtu, për t'ju mbështetur, për t'ju duar me mënyrën time. Do të donin atë, tha Ariona. Do të donin që ti jesh pjesë e jetës sonë. Ishte një moment historik për të 3. Një moment ku e shkuara dhe e tashmja u bashkuan, ku dhimbja filloi të shndrohej në shërim. Pak kohë më vonë, Ariona dhe Antigona vendosën të organizonin një takim special. Ftuan Saskia dhe Marten të vinin në Shqipëri dhe organizuan një darkë ku të 2 palët e prindërve do të takoheshin për herë të parë. Takimi ishte emocional dhe i ndërlikuar. Saskia ishte tensionuar, e pasigurt se si të sillej me gruan që kishte lindur vajzat që ajo kishte rritur. Flutura ishte plot turp dhe falënderim, duke mos ditur si ta shprehte mirënjohjen për çfarë kishin bërë për fëmijët e saj. Por Marten, me urtësinë dhe dashamirësinë e tij, e theu akullin. Ju na dhat 2 vajza të mrekullueshme, i tha ai Fluturës përmes përkthyesit, dhe për këtë do t'ju jem gjithmonë mirënjohës. Flutura filloi të qaj. Ju u bët prindrit që unë nuk mund të bëhesha, tha ajo. Faleminderit që i dhat dashuri dhe një jetë që unë nuk mund t'u jepja. Saskia,
edhe pse ende e rezervuar, u përpoq të ishte e dashur. Ato janë vajzat tona të dyjave tani, në mënyra të ndryshme, por të dyja të rëndësishme. Ishte një fillim i një marrëdhënieje të çuditshme por të bukur. Dy gra që ndanin dashurinë për të njëjtat vajza, por që kishin luajtur role krejt të ndryshme në jetën e tyre. Muajt kaluan, dhe Ariona dhe Antigona më në fund u kthyen në Holand. Por tani, e shkuara e tyre nuk ishte më një mister i dhimbshëm. Kishin përgjigje, kishin një lidhje me origjinën e tyre dhe kishin filluar procesin e faljes. Flutura erdhi për t'i vizituar në Holand. Ishte udhëtimi i saj i parë jashtë Shqipërisë dhe ishte e mbimandur, por shumë e lumtur. Qëndroi me Saskia dhe Marten, një përvojë që fillimisht ishte e çuditshme për të gjithë, por që gradualisht u bë e natyrshme. Flutura pa se ku jetonin vajzat e saj, shtëpinë ku ishin rritur, dhomën që kishin ndarë si fëmijë. Shikoi foto të tyre duke u rritur, hapat e parë, ditët e para të shkollës, diplomimin. Çdo fotografi ishte një thik në zemër, një kujtesë e asaj që kishte humbur, por njëkohësisht ishte një ngushëllim të dinte se kishin qenë të lumtura. Bët një punë të mrekullueshme, i tha ajo Saskias një mbrëmje ndërsa ulën së bashku duke pirë çaj. I rritet ato aq mirë, janë gra të forta, të mençure, plot dashuri. Saskia buzëqeshi. Ato ishin të mrekullueshme nga dita e parë, tha ajo, por faleminderit, e di sa e vështirë është për ty. Është, e pranoi Flutura, por jam e lumtur që i kam në jetën time tani, edhe vetëm pjesërisht. Është më shumë sa e meritoj. Me kalimin e kohës, Ariona dhe Antigona vendosën një ekuilibër. Nuk e harruan kur se çfarë kishte ndodhur, por mësuan të jetonin me të. Vizituan Shqipërinë rregullisht, kalonin kohë me Fluturën dhe me Gertin dhe familjen e tij. Niprit e tyre të vegjël ishin të mahnitur që kishin teze nga Holanda. Flutura gjithashtu bëri përpjekje për të shpërblyer kohën e humbur. Dërgonte letra dhe dhurata, telefononte rregullisht dhe gjithmonë u tregonte vajzave se sa shumë i donte dhe sa krenare ishte për to. Ariona, që fillimisht ishte më e ashpër, gjeti paqe në falsi. Nuk do të thotë se e harrova, i tha ajo Antigonës një ditë, por do të thotë se zgjodha të mos e lejoj të më përcaktoj. Zgjodha të eci përpara. Antigona, që gjithmonë ishte më e butë, tashmë kishte ndërtuar një lidhje të thellë me Fluturën. Është si të kesh dy mëna, njëra që më rriti dhe njëra që më lindi. Të dyja kanë një vend në zemrën time. Një ditë, Flutura u telefonoi me lajmesh. Kishte vendosur që së bashku me Gertin të krijonte një fond për ndihmën e grave të nevojë në Shqipëri, veçanërisht mënat e reja që përballin vështirësi ekonomike. Dua që historia ime të ndihmoj dikë. Dua që asnjë mend të mos ndihet aq e pa shpresë sa të besoj se duhet të braktis fëmijët e saj. Ariona dhe Antigona e mbështetën plotësisht këtë nismë, madje vendosën të kontribojnë financiarisht dhe të ndihmojnë në promovimin e fondit. Ky projekt u bë një mënyrë për Fluturën të shndronte dhimbjen e saj në diçka pozitive, një mënyrë për të ndihmuar që tragjedi të tjera të mos ndodhnin. Vite më vonë, Ariona dhe Antigona ishin ulur përsëri në oborin e shtëpisë së Fluturës, në të njëjtin rrush që ishte dëshmitar i kaq shumë bisedave. Emocionale. Tani, ato ishin të shoqëruara nga fëmijët e tyre. Ariona kishte një vajzë të vogël dhe Antigona po priste fëmijën e saj të parë. Flutura, tani me flok plotësisht të bardha, por me një shpirt më të lehtë, luante me mbesën e saj të vogël. Ajo të ngjan, i tha Ariona, duke buzëqeshur ndërsa shikonte vajzën e saj dhe Fluturën. E shoh, tha Flutura me lot gëzimi. Është e bukur, ashtu si nëna e saj. Kjo gjenerat e re, këto fëmijë që do të rriteshin duke ditur të vërtetën e plot, që do të kishin lidhje me të dy anët e familjes, përfaqësonin shërimin. Përfaqësonin faktin se edhe historitë më të dhimbshme mund të gjejnë një fund të mirë nëse ka dashuri, durim dhe gatishmëri për të falur. Saskia dhe Marten kishin ardhur gjithashtu për këtë vizitë familjare. Tani, takimet e tyre ishin të natyrshme, plot me të qeshura dhe përkujtimeve të përbashkëta. Kush do të mendonte se do të përfundonim kështu? Tha Marten një mbrëmje ndërsa të gjithë ishin ulur së bashku në darkë. Jeta është e çuditshme, tha Flutura. Të merr gjëra, por ndonjëherë, nëse je me fat, të jep mundësinë t'i riparosh ato. Nuk janë riparuar plotësisht, tha Ariona me sinqeritet, por janë shëruar mjaftueshëm për të ecur përpara. Antigona ngriti gotën e saj. Për familjen, tha ajo, në të gjitha format e saj.
Të gjithë ngritën gotat. Për familjen. Ato natë para se të flisnin, Ariona dhe Antigona dalën për një shëtitje në fshat. Hëna ndriçonte rrugët e qeta dhe tingujt e natës i rrethonin. A pendohesh që erdhëm? Pyeti Antigona. Ariona mendoi për një moment. Jo, tha ajo, ishte e dhimbshme, por e nevojshme. Kisha nevojë ta dija, kishim nevojë ta dinim. Edhe unë ndihem kështu, dhe jam e lumtur që gjetëm jo vetëm përgjigje, por edhe një lloj paqeje. Flutura nuk do t'jetë kurrë nëna që na rriti. Askush nuk mund ta zëmtësoj Saskia në zemrat tona, por flutura ka vendin e saj, si gruaja që na dha jetë dhe që pavarësisht gabimeve të saj, po përpiqet çdo ditë të jetë e pranishme tani. Dhe kjo mjafton, tha Antigona. Po, kjo mjafton, u pajtua Ariona. Kthye në shtëpinë e fluturës dhe u ngjitën në domën e mysafirëve që flutura kishte përgatitur për to. Ishin të lodhura, por zemrat e tyre ishin të lehta. Kishin gjetur atë që kishin ardhur të kërkonin, jo vetëm një person, por kuptim, lidhje dhe një rrugë drejt faljes. Dhe kështu mbaron historia e Arionës dhe Antigonës, dy motra binjake që u ndanë në një udhëtim për të gjetur nënën që i kishte braktisur në lindje dhe që gjetën aq shumë më tepër se sa prisnin. Tani u pyes juve, të dashur shikues, a mund të falni dikë që të braktisi kur kishe nevojë më shumë? A mendon se falja është gjithmonë e mundur, apo ka gjëra që nuk mund të falen kurrë? A bëri flutura zgjedhjen e drejtë duke i lënë vajzat, duke shpresuar për një jetë më të mirë? Shkruani mendimet tuaja në komente. Dua të di çfarë mendoni për këtë histori. A do të vepronit si Ariona dhe Antigona? A do të kërkoni? A do të falni? Faleminderit që na ndoqët deri në fund. Nëse kjo histori ju prek zemrën, mos harroni të lini një pëlqim dhe të abonoheni në kanal për më shumë histori si kjo. Deri në videon e radhës, kujtohuni, çdo familje ka sekrete, çdo zemër ka dhimbje, por dashuria dhe falja kanë fuqinë të shërojnë edhe plagët më të thella.